Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Falënderimit të takojnë Allahut të madhëruar. Salati dhe selami është për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tema e sotme ka një lidhje me temën e javës së kalume. Ata që kanë qenë e dinë çka kemi folë javën e kalume. Ata që s'kanë qenë e marrin vesh kur të fillojmë me trajtu temën. Pra, javën e kalume kemi folë për hijabin, për mbulesën e femrës muslimane. Edhe nëse ju kujtohet, kom thënë se hijabi përveç që është një dispozitë e sheriatit, madje e cila përbahet për disa rregullave praktike se si duhet me u dok, se si duhet me u vesh femra muslimane, ajo përveç tjerash ka të bëjë edhe me bazat e besimit, edhe që kjo është do të thonë tematika apo tema cilën do ta trajtojmë sot. Do të thonë hijabi vështruar nga kandi i bazave të besimit apo bazave të fesë islame. Prej asaj që kemi folë javën e kalume, e dini se cilat janë rezultatet e hijabit, respektivisht cilat janë dobit e praktikimit të kësaj dispozite, edhe njëkohësisht cilat janë pasojat e mos praktikimit të kësaj dispozite, kështu që këtu nuk do të ndalemi, do të thotë që ti përsërisim gjanat. Mirë po, fillimisht duhet të potencojmë se konflikti apo kacafytja mes të vërtetës dhe të pavërtetës është shumë i vjetër, do thonë daton shumë herët, daton prej kohës kur Allahu subhanahu wa taala ka kriju Ademin alayhi salatu wasalam, edhe kur i ka urdhëruar engjujt, kur i ka urdhëruar melekët që në shenjë nderimi ndaj Ademit të bëjnë sejdë, e krahas engjujve i ka urdhëruar edhe xhinët, e prej xhinëve ka qenë Iblisi, i cili në shenjë arrogance ka refuzuar që ti nënshtrohet urdhrit të Allahut azza wa jall për t'i bërë sejdë Ademit në shenjë respekti. Pra, nëse e dim se ky konflikt qenë ka kaq i vjetër, edhe po datoj ka kaq herët, konfliktin mes të vërtetës dhe të pavërtetës, atëherë gjithsesi duhet të kuptojmë se ky konflikt nuk është vetëm ashtu global, edhe nuk i nënshtrohen, do thonë, detajet. Mirë po, e kuptojmë gjithsesi se kësaj të vërtete i nënshtrohet çdo detaj në jetën e njeriut. Do thonë, çdo e mirë është në konflikt me çdo të keqe. Çdo vlerë është në konflikt me çdo kundërvlerë. Çdo turp, edhe gjë e mirë, edhe fisnike, është në konflikt edhe në kundërshtim me çka, me paturpsi e me të ngjashme. Andaj edhe ajo që Islami e avanson edhe mundohet ta kultivojë tek njerëzit që janë vlerat e mira përparimtare, vlerat me të cilat është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, edhe ato janë në konflikt me të kundërtat e këtyre, ku Allahu subhanahu wa taala sigur se thotë në Kur'an, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allahu fton tek shtëpia e shpëtimit dhe udhëzon atë që don në rrugën e drejtë. Pra Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që na ofron neve, ajo padyshim se ka me qenë edhe është e mirë edhe e dobishme për neve. Në anën tjetër, apo përballë saj qëndron shejtani me metodologjinë e vet dhe me bashkëpunëtorët e vet, të cilët mundohen me çdo kusht njeriu të më ia ofrojë të kundërtën e asaj çka e ofron Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu urdhëron edhe fton te kënaqësia e tij, te mëshira e tij, te xheneti. Shejtani fton te e kundërta, te zemrimi i Allahut azza wa jall. Allahu thot
kështu thot ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Këtë ajet nëse ju kujtohet e kemi përmend edhe javën e kaluar. Shejtani do të thot ju premton juve apo ju frikson juve me varfëri, edhe ju urdhron vepra të këqija dhe të ndyta. Vazhdimi i ajetit përballë kësaj, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, ndërsa Allahu çka ju premton juve? Ju premton falje edhe mirësi. Shejtani i ka metodat e veta se çysh me i lajthit njerëzit, çysh me i largu njerëzit prej rrugës së drejtë, edhe i ka mjetet të cilat i zgjedh, për arsye se shejtani është ekspert në këtë punë, ai zatën tjetër zanat nuk ka. Ai së bashku me bashkëpunëtorët e vet e din se mënyra më efikase për me i deviju njerëzit edhe me i largu për rrugës e Allahut subhanahu wa taala është që ta shfrytëzojnë nevojën apo kërkesën e natyrës së njeriut për të anu ka përmbushja apo kënaqja e epsheve. Do thonë kjo është metodologjia, ndërsa mjeti, sikurse na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, padyshim se është me përdor femrën si mjetin më efikas për t'i deviju njerëzit nga rruga e drejtë. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma taraktu fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijali min an-nisa." Thot nuk ka ndonjë fitnë që unë kam lënë pas vete që është më e dëmshme për burrat se sa fitneja e kujt, se sa fitneja e grave. Ndërsa në hadithin tjetër ka thonë: "Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa." Dhe keni dro edhe keni frikë prej fitnës së dunjas edhe fitnës së femrave, për arsye se fitneja e parë apo sprovaja e parë në cilën kanë rrëshqit bani Israilët, padyshim se ka qenë fitneja e femrave. Andaj njerëzit mundohen që një gjatë këtil ta përdorin për t'i lajthit njerëzit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, edhe këtë e bojnë nëpërmjet përhapjes së amoralitetit, nëpërmjet përhapjes së paturpësisë, nëpërmjet përhapjes së atyre gjanave të cilat mund të definohen me një definim të përgjithshëm si shfrenim. Në të vërtetë njerëzit vazhdimisht thrasin në ata çka në shprehje të parë apo në shikim të parë është e dobishme edhe është pozitive. Kërkush nuk thot ne jemi ata të cilët angazhohemi për të qenë femra e shfrenuar. Mirë po, thonë çka, ne jemi ata të cilët angazhohemi për të qenë femra e lirë. Do thonë një term në cilin nuk ka vrejtje, mirë po ata mundohen që këtë ta përdorin, ndërsa të plasojnë, do thonë në treg të plasojnë diçka tjetër e kundërt me ato çka nuk kuptohet prej asaj çka e flasin, sepse ka gjana të përbashkëta në mes lirisë edhe shprenimit. Do thonë ka gjana të përbashkëta, mirë po gjithashtu ekziston edhe një dallim shumë i madh, për arsye se liria është një gjatë cilën duhet ta ketë njeriu, edhe Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu të lirë, edhe nuk i ka dhënë të drejtë askujt që ta robroj askënd, mirë po njëkohësisht e ka ndaluar ato e cila është shfrenim, respektivisht që njeriu të jetojë jo i lirë, mirë po të jetojë i robruar ndaj shejtanit, do thonë t'i robroj atij cilin nuk e sheh, edhe i cili nuk meriton t'i robrohet edhe të dëgjohet, edhe të shkoj pas thirrjeve edhe cytjeve të tij. Andaj ne si musliman shpeshherë sulmohemi nga të tjerët duke pretenduar të tjerët se Islami i ka cungu të drejtat e njeriut në përgjithësi e të drejtat e femrës në veçanti. Për arsye se përveç tjerash ata thonë se Islami nuk e lejon femrën me udhëtu, do thonë distanca të larta edhe të largëta, sikurse don ajo vet, përveç se duhet me e pas për cilësin. Islami nuk e lejon femrën me u vesh edhe me u duk ashtu si dëshiron ajo vet, nuk e lejon me punu kësë lloj punë apo asë lloj punë e kështu me radhë. Të gjitha këto në të vërtetë janë vetëm tendenca, për arsye se me këto dispozita, sikurse janë dispozitat e udhëtimit të femrës,
apo dispozitat e veshjes së femrës, apo dispozitat e punës dhe angazhimit të femrës, këto në të vërtetë nuk janë cungime të lirisë, po përkundrazi të gjitha këto Allahu subhanahu wa taala i ka bë vetëm për me tregu se sa e ka çmu femrën, sa e ka ngrit lart femrën, edhe sa e ka bë të lirë, mirë po njëkohësisht e ka bë edhe krenare. Që do të thotë se Allahu subhanahu wa taala me këto rregulla edhe me këto preventiva të cilat i ka caktu, nuk ka dashur të ta cungoj lirinë e femrës në përgjithësi, mirë po ka dashur që femrën ta ruaj edhe ta mbroj prej të gjitha të këqijave. E ne kur i analizojmë apo e analizojmë mënyrën praktike se si është edhe çfarë rezultate ka praktikimi i këtyre mësimeve të Allahut fuqiplot, e shohim se me të vërtetë gjitha këto nuk janë cungime të lirisë, por përkundrazi janë vetëm se mjete mbrojtëse me të cilat Allahu subhanahu wa taala ka treguar se sa i vlefshëm është dinjiteti i femrës, edhe sa e rëndësishme është liria e saj, mirë po me kuptimin e drejtë të kësaj fjale e asisi me kuptimin e shfrenimit. Sidoqoftë, njerëzit shpesh janë mundu që islamin ta sulmojnë duke u fillu nga kjo piknisje. Madje për me qenë sipas pretendimit tyre ai sulm ma efikas edhe për me shkaktu dame ma të mëdha, ata nganjëherë shërbehen edhe me, themi kushtimisht, me ajete të Kuranit apo me hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht me ato që atyre u amërmendja se janë argumente, ndërsa Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se në Kur'anin e Kerim ka ajete të cilat janë të qarta edhe cilat është lehtë të kuptohen edhe të punohet apo të veprohet sipas tyre. Mirë po ka edhe disa ajete tjera të cilat janë pak më të paqarta, janë më të vështira që të kuptohen, edhe si të këtilla është më vështirë edhe të praktikohen, për arsye se është kusht që nëse ti don me e praktiku një gjë, ato me e kuptu si duhet edhe me e kuptu drejt. Nëse është kështu, atëherë kur hasim në kësi ajete qartësia e cilave është më e zbehtë tek njerëzit e rëndomt, atëherë ato e kemi obligim që ne si musliman t'i kthejmë tek kush, t'i kthejmë te ajetet të cilat janë të qarta, edhe sipas atyre të qartave edhe të dukshmeve të punojnë. Mirë po, çfarë të bëjmë kur ka njerëz të atill, cilët Allah azza wa jalla i ka përshkruar duke thonë fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ndërsa ata njerëz në zemrat e tyre, në zemrat e cilëve ka e pavërteta, ka anim, ka devijimi, do thonë edhe ka prirje për me u largu nga e vërteta dhe nga rruga e drejtë, rruga të cilën e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Thot ata njerëz në zemrat e cilëve ka kësaj lloj prirje, ata fayattabi'una ma tashabaha minhu, i pasojnë apo marrin apo kapen për ato argumente të cilat nuk janë gjithashtu të qarta, për dy arsye. Ibtigha el fitne, për arsye se dëshirojnë që të krijojnë huti, të shkaktojnë turbulli, paqartësi, trazira, largim edhe devijim nga e vërteta, o ibtigha e ta'wili, edhe motivi i dytë që gjithsesi ka lidhje me këtë parën, se ata njerëz mundohen, do të thotë që ti devijojnë edhe vetë citatet e Allahut subhanahu wa taala edhe argumentet e tij. Andaj, nëse kthehemi te pozita e femrës në islam, e shohim se me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala, ashtu sikur se njeriu në përgjithësi e ka nderu edhe e ka dallu prej gjitha krijesave të tjera, sikur se ka thënë Allahu azza wa jall, wa laqad karramna bani adam, i kemi nderuar të bijtë e Ademit, i kemi nderuar njerëzit, dhe gjitha krijesat tjera Allahu azza wa jall i ka vënë në shërbim të njeriu, duke filluar prej kafshëve, shpezve, peshqive, bimve e kështu me radhë, gjitha ato Allahu azza wa jall i ka kriju edhe i ka nënshtruar njeriu, edhe kjo me të vërtetë e tregon superioritetin e njeriu si krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa në kuadër të vet llojit njerëzor, Allahu azza wa jall i ka ndarë njerëzit në dy gjini, gjinia mashkullore dhe gjinia femrore, edhe ka lënë gjana të përbashkëta mes tyre, mirë po ka bë edhe dallime. Në aspektin e krijimit, respektivisht nga këndvështrimi natyror, ka dallime të mëdha në mes mashkullit edhe femrës. Aftësitë edhe mundësitë edhe fuqitë
që Allah Azza wa Jalla ja ka dhënë mashkullit nuk janë të njëjta me ato që ja ka dhënë femrës, duke filluar nga aftësitë mendore e intelektuale, gjithashtu edhe deri te ato fizike apo shëndetësore. Andaj në bazë të këtyre mundësive Allah Azza wa Jalla i ka dhënë edhe obligimet. Edhe në aspektin e përgjithshëm, kur ishim te lloji njerëzor, Allah Azza wa Jalla na ka treguar se askënd nuk i ka obliguar me ato që s'ka mundësi me e bë. Po edhe në kuadër të vetë llojit njerëzor, do të thonë kur jemi te mashkulli edhe te femra, ky rregull prap vlen. Allah Azza wa Jall nuk e ka obligu as mashkullin e as femrën me ato që nuk ka mundësi, me bë. Andaj Allah Azza wa Jall do të thotë obligimet ja ka dhënë secilit ashtu sikurse e meritojnë. Për shembull, neve e dim se njeriu posa të hyj në moshën e pjekurisë, obligohet me obligimet islame, të cilat nuk bin prej tij, do të thonë nuk shkarkohet prej tyre përderisa të mos e arrijë vdekja. Mirë po, kohë pas kohe, duke e pas parasysh natyrën e femrës, Allah Azza wa Jall e ka liru femrën prej disa obligimeve, sigurisht është namazi, agjerimi e kështu me radhë, për arsye se kohë pas kohe ajo ballafaqohet me një dobësi, me të cilën Allah Azza wa Jall e ka bë pjesë të natyrës së saj. Andaj edhe obligimet tjera në përgjithësi, po edhe të drejtat tjera që ja ka dhënë Allah Azza wa Jall femrës, kanë lidhje me natyrën e saj. Kështu që njerëzit cilët thrasin në barazi gjinore, që gjithsesi është pa drejtësi që të bëhet barazia gjinore, për arsye se bashkulli ka edhe fuqi më tepër që t'i kryejë disa punë që femra nuk i posedon ato fuqi apo ato aftësi edhe mundësi. Andaj kish me qenë shumë e padrejtë që të kërkonin për shembull që femra të punojë në minier së bashku me mashkullin, apo të punojë në mal në prerjen e druve, apo të punojë punë tjera të rënda, të cilat nuk ka mundësi do të thotë që t'i kryej ashtu sikurse i kryen mashkulli. Edhe në aspektin shpirtëror Allah Azza wa Jall e ka bë dallimin, për arsye se edhe vetë shpirti i femrës është më i dobët, edhe nuk është i barabartë me shpirtin e mashkullit, ashtu sikurse edhe mendja e saj dhe intelekti i saj. Nga vetë fakti se Allah Azza wa Jall të gjithë pejgamberët që i ka dërguar, të gjithë kanë qenë mashkuj, edhe asnjë prej tyre nuk ka qenë femër, do thotë e kuptojmë se edhe në aspektin shpirtëror, po edhe në aspektin mendor, do thotë femrat dallojnë prej mashkujve, edhe në bazë të kësaj Allah Azza wa Jall i ka dhënë edhe obligimet ndaj tyre. Atëherë kur dikush pretendon se Allah Azza wa Jall i ka cunguar lirit edhe të drejtat e femrës me atë se e ka obliguar që ajo të mbulohet, shtrohet pyetja, a thua është mbulesa një obligim apo një pesh apo një rëndim për femrën, apo është ajo një nderim apo një respekt që ka treguar Allahu subhanahu wa taala ndaj saj? Përgjigjja padyshim se për neve si musliman, edhe për neve që gjanat i peshojmë sipas peshojës cilën na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që është peshoja e Kuranit dhe Sunetit, gjithsesi se përgjigjja do të jetë jo, Allahu e ka nderuar femrën, pasi që me obligueshmërinë e mbulesës edhe veshjes e ka bë ato të mbrojtur prej shikimeve, e ka bë të mbrojtur prej dëshirave, prej lakmive, prej synimeve keqdashse të tjerëve. Edhe kjo gjithsesi është kështu. Mirë po, çfarë të bëjmë ne kur sot shumica e këtyre peshojave edhe e këtyre parimeve dhe principeve nuk janë origjinale, nuk janë natyrore sikurse duhet me qenë te njeriu, mirë po me fitnet e mëdha, me shfrenimin e tepruar, me amoralitetin shumë të përhapur i cili ka marrë për masa shumë gjëra, kanë filluar njerëzit që gjanat t'i peshojnë në aspektin e kundërt, e jo ashtu sikurse insiston edhe shpallja, po insiston edhe logjika, insiston edhe natyrshmëria e njeriu. Andaj nëse e krahasojmë një muslimane e cila është e ruajtur prej mëkateve, do thonë me shpirt të pastër, me moral të ruajtur edhe të pandotur, edhe e krahasojmë një femër të rëndomt e cila sot në jetën e kësaj bote, posaçërisht në kohën e sotme, është bë një mjet nëpërmjet cilit tendenciozët edhe ata të cilët nuk ja dojnë asaj të mirën, e shërbejnë si mjet që ata të arrijnë deri te fitimi material apo deri te realizimi i synimeve të tyre. Për shembull, një femër e cila e ka profesion reklamimin e modës,
që në gjuhën e sotme i quajnë manekene për shembull. Ajo pavarësisht se a dëshiron apo nuk dëshiron, e ka zgjedhur ato profesion të vetin, edhe për dëshirën dhe fitimin e dikujt tjetër, ajo është e obliguar edhe e detyruar që del edhe ti eksponoj pjesët e veta të trupit, ti eksponoj bukuritë e veta të cilat ja ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj të shohim se kush i paska dhënë të drejtë femrës edhe kush i ja paska cunguar të drejtat femrës. Allahu subhanahu wa taala gjithsesi i ka dhënë të drejtë edhe e ka nderuar, për arsye se kurrnjëherë nuk e ka detyruar femrën që me dalë dhe me eksponu trupin e vet, bukurinë e vet, apo me bën një gjatë të tillë për një kompenzim shumë të pavlefshëm, i cili nuk meriton të krahasohet me atë dinjitet dhe me atë respekt që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala femrës. E të mos flasim për gjendjen e sotme kur xhana edhe më të mëdha se kjo, mirë po nga kjo piknisje kanë filluar edhe të legalizohen edhe të duken normale, sigurisht është prostitucioni, kur femra është e obliguar apo e detyruar prej shoqërisë, jo prej dikujt tjetër, që ajo të ofroj shërbime me trupin e vet, me fizikun e vet, do të thotë për çka? Për një kompenzim ku ajo do ta marr vetëm një pjesë të atij kompenzimi, ndërsa ai i cili e ka punësuar apo ai i cili e shfrytëzon dhe e keq përdor do ta marr pjesën më të madhe. Andaj, nëse e bëjmë një krahasim të tillë, do ta shohim se me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala kur ka urdhëruar që femra të mbulohet edhe të vishet ashtu si duhet, të mos bëhet objekt me të cilin do të manipuloj secili njeri i cili apo të cilit i shkon mendja se duhet apo ka drejt të manipuloj me te. Kur Allah azza wa jall e ka treguar edhe e ka veçuar profesionin, them kushtimisht, të femrës në jetën e saj edhe misionin e saj, që ajo të rri apo pjesën e madhe të kohës ta kalojë në shtëpi, të bëhet edukatore e fëmijëve, të bëhet edukatore e gjeneratave, s'ka dyshim se Allah subhanahu wa taala me të vërtet i ka dhënë një nder shumë të madh femrës kur e ka bot këtill. Si e ka nderuar Allah azza wa jall femrën? Spari e ka bën nan të njerëzimit, për arsye se të gjithë ne, do të thonë të gjithë njerëzit, pa përjashtim, përveç Ademit edhe Havës, kanë lind prej nanave edhe kanë nana. Do të thonë nuk ka njerëz i cili nuk ka lind prej nanave, ndërsa secilit njeri Allahu subhanahu wa taala ja ka bë obligim që respekti i nanës me qenë në krye të listës së prioriteteve të atyre të cilët e meritojnë respektin e njeriut. Madje kur është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një personi se cili njeri meriton më tepër mirësjellje prej meje, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë një gjatë këtill e meriton nana jote, duke e përsërit këto 3 herë, e pastaj tek herën e 4 ka thonë se babai yt. Prandaj respekti prindor është numër 1 që duhet me pas njeriu, do thonë mas shumti prej njerëzve duhet me i respektu prindrit. E kam fjalën për njerëzve të rëndamt. Mirë po, edhe ky respekt prindor duhet ndahet në 4 pjesë, ku 3 pjesë i takojnë nanës, ndërsa një pjesë i takon babës. Kjo me të vërtetë është një pozitë shumë e lartë që Allahu subhanahu wa taala ja ka ofruar femrës, edhe ajo se e këtill duhet ta dëshiroj. Edhe duhet ta lakmoj, edhe duhet të punoj në mënyrë që nesër fryti i saj, edhe fryti i punës së saj, fëmiu i saj edhe edukata që ajo ja ka dhënë fëmijët, do të thotë t'i kthehet asaj pozitivisht, edhe të bëhet ajo e kënaqur me të mirat e asaj sjellje të atij fëmiu i cili për hir të Allahut azza wa jall, i cili për hir të Allahut azza wa jall do të thotë e respekton nanën e vet, edhe do të thonë e don ato ashtu sikur kërkon Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala edhe kur e ka bë femrën bashkëshorte, do të thotë i ka dhënë ato privilegjet edhe ja ka dhënë pozitën meritore, do të thonë meritore mbas natyrës së saj, ku Allah subhanahu wa taala i ka obligu edhe i ka urdhëruar burrat që në jetën bashkëshortore burri apo bashkëshorti është ai i cili e ka për obligim të dalë, të punoj, të fitoj për ta mbajtur familjen. Madje këtu do ta potencojmë se edhe nëse gruaja është e pasur, do të thonë nëse gruaja ka posedon pasuri të vetëm personale, prap burri është i obliguar që të shpenzojë prej pasurisë së vet, do të thonë prej pasurisë së burrit, për ta mbajtur atë, për ta ushqyer atë, për ta veshmbathur edhe për të kujdesur për të, ndërsa gruaja nuk e ka obligim që ta shpenzojë pasurinë e vet për mbajtjen e familjes. Do thonë nëse e shohim këtë privilegj cilin ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala femrës, atëherë do ta kuptojmë se me të vërtetë Islami i paska dhënë liri të plot femrës
ndërsa të tjerët e kanë keqpërdor edhe vazhdojnë ta keqpërdorin atë. S'ka dyshim se kur tham se njerëzit apo ata të cilët janë vënë në shërbim të shejtanit e dinë se rruga e vetme ka mund të depërtojnë ata që njeriu ta lajthisin, njeriu ta bëjnë për vete, se njeriu ka mundësi, do të thotë, i ka dy alternativa, ose do të bëhet robi i Allahut subhanahu wa taala, edhe me këtë do të lirohet, do thonë, spari do të jetë robi atij i cili meriton të jemi rob të tij, edhe me këtë do të lirohet prej robërisë së çdo kujt tjetër i cili nuk meriton të robrohet, ose nëse refuzon të bëhet robi i Allahut azza wa jall, ai gjithsesi do t'i robrojë dikujt, e më shumti çka i robrojnë njerëzit sot, po kjo ka qenë edhe gjatë historisë, janë epshet apo dëshirat e ulta. Edhe ne e dim se Allah azza wa jall epshet nuk i ka kriju që ne të mos i shfrytëzojmë, të mos i përdorim, mirë po Allah azza wa jall ka kërkuar prej neve që ato epshe të kanalizohen edhe të shfrytëzohen ashtu si është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Mirë po kur njeriu shfrenohet, atëherë ai bëhet rob i epshit. Qoftë i epshit të pasurisë, apo i epshit seksual, apo i epshit të kërkimit të pozitës edhe të autoritetit, apo i epsheve të ndryshme të cilat janë të shumta edhe padyshim se në mënyra të ndryshme manifestohen ato. Andaj shejtani me bashkëpunëtorët e tij e dinë se femra është mjeti më efikas për t'i përfituar njerëzit edhe për t'i bërë rob të epsheve, andaj e kanë shfrytzuar edhe e shfrytëzojnë atë vazhdimisht që ta arrijnë deri te qëllimet e tyre, e t'i robrojnë njerëzit nëpërmjet qoftë edhe nëpërmjet epsheve. Sigurisht jeni çuditur apo çuditeni kur lexoni për shembull në gazeta apo në vende të ndryshme se prostitucioni thonë është zanati më i vjetër në botë. Kjo e ka kuptimin se shejtani edhe ajo lufta e moçme, e vjetër që qenë kanë mes të vërtetës dhe të pavërtetës me të gjitha format e saj, do të thotë një prej atyre është edhe prostitucioni që shejtani dhe bashkëpunëtorët e tij kanë filluar ta përdorin për t'i lajthit njerëzit, për t'i largu njerëzit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, ndërsa mënyra më efikase që tham apo mjeti më efikas përdorimi i femrës, ata nuk kanë mundësi që një gjë të tillë ta bëjnë me një femër e cila është dinjitoze edhe e cila është e mbuluar. Kur njëherë nuk shohim në reklama femra të mbuluara. Në reklama gjithmonë shohim vetëm femra, do thonë çka, të zhveshura, madje shtyhen varësisht se ajo çka po dojnë me reklamu, aq më tepër duhet të jetë e lakuriçuar edhe e zbuluar femra. Andaj edhe konflikti në mes, do thonë mes moralit edhe amoralitetit, do thonë mes ruajtjes së nderit edhe përdhosjes së nderit, do thonë është i vjetër sa edhe konflikti në mes të vërtetës së pavërtetës, e mbas sa e shohim se edhe konflikti në mes mbulesës edhe lakuriçësisë gjithashtu është i vjetër sa janë të vjetra gjitha këto konflikte. Pra, mbulesa është një dukuri e cila ka qenë prezente edhe te ummetet e mëhershme. Do thonë edhe te ummetet e mëhershme është një mënyrë e veshjes, është një mënyrë e pamjes e cila daton prej kohëve të hershme, edhe te secili popull, te secili civilizim e shohim se mbulesa apo mbulimi sa më shumë i pjesëve të trupit të femrës ka qenë vlerë, ndërsa zbulimi i të njëjtave do të thotë ka qenë kundër vlerë. Dikush do të çuditet pse thash në fillim se hijabi padyshim është një prej bazave të fesë. Nëse i kthehemi librave të akides, akideja janë bazat e fesë, do të thonë është besimi, sikurse është për shembull libri Akideja e Tahawiyut, do të shohim aty gjatë leximit se përveç tjerash që ka përmend, do të thonë ka përfshi në librin e tij besimin në Allahun azza wa jall, në ibadetin ndaj Allahut, emrat edhe cilësitë e tij, pastaj në besimin e enxhuj, në libra, në pejgamber, në botën e ardhshme, në kader e kështu me radhë. Përveç tjerash do të çuditeni ndoshta kur të hasni se në atë libër, edhe në libra të ngjashme të akides, flitet edhe për disa gjëra të cilat në të vërtetë në jetën e rëndomt janë prej gjërave konkrete apo prej veprimeve
cilat kanë të bëjnë me ndonjë ibadet, sikurse është për shembull meshi mbi meste. Imam Tahawiu në librin e tij të Akidës e ka përmendur se kur ka folur për akidën e Ehlus Sunnetit, ka thonë se edhe ne trajtojmë se kemi të drejtë ta shfrytëzojmë lehtësimin e meshit mbi meste, qoftë kur jemi vendas apo kur jemi në udhtim. Dikujt kjo ndoshta do t'i shkaktoj huti. Do t'i shkaktoj huti dhe do të thotë çka ka lidhje meshi mbi meste, është një çështje, një problematik, cilën e trajton lënda e fikhut, do thonë lënda e jurisprudencës islame, ndërsa ky e ka përmendur në librin e Akidës. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Për arsye se e hasim se ka prej fraksioneve të devijuara nga Islami që këtë lehtësim nga Allahu subhanahu wa taala nuk e kanë shfrytzuar, përkundrazi e kanë devijuar atë shumë saqë kanë bë mes jo mbi mes të po i ka dhënë mes kamve, sikurse është rasti te kush, te Rafidhat apo te Shiat. Ata do thonë Shiat prej dinit të tyre apo prej fikut të tyre është që kur marrin abdesin vetëm se me i la këmbët, ata ju japin mes këmbëve, jo çorapave dhe mesteve. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë në hadith, ka thonë wailun lil aqabi minan nar, mjer për themrat prej zjarrit të xhenemit. Çka do të thonë ky hadith? I ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke u marr disa njerëz duke marr abdes në nguti, edhe për mos me i la këmbët ju kanë dhënë mes këmbëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lani këmbët, se nëse nuk i lani këmbët mirë për këmbët e juaja që kanë me hy edhe kanë me u djeg në xhenem. Andaj kur janë pyetje kësaj lloj fraksionet devijume, dietarët e kanë pasur udhës që edhe një gjë e cila ndoshta është shumë dytësore në veprimet e muslimanit, do të thonë kur është në pyetje apo krahasimi me akiden edhe me çështjet elementare, e kanë fut në librat e akidës. Për çfarë arsye? Për arsye se edhe nëpërmjet mesit mbi meste ne dallohemi prej fraksioneve të devijuara. Ndërsa kur është në pyetje hijabi, edhe kjo është do të thotë prej bazave të fesë, për arsye se edhe pse i takon, do të thonë si temë është lëndë cilën e trajton fikhu, mirë po është bë prej bazave të fesë për arsye se është bë çështje, është bë problematik ka e cila po lidhen shumë gjana, po lidhen edhe po ngriten bajraqet. Sigurisë është bë sot do të thotë shenjë apo simbol mjekra apo një pamje e caktuar, pantollat e shkurta apo kështu me radhë tek meshkujt, edhe mbulesa tek femrat, ku armiqtë e Islamit automatikisht si të shohin dikend me kësaj lloj pamje e kanë krijuar një profil se kështu patjetër duhet me u duk terroristi apo ekstremisti apo fundamentalisti apo kështu me radhë. Kjo në të vërtet e dim ne prej fesë son se në fenë islame as nuk ka terrorizëm e as nuk ka ekstremizëm, se Islami është fe e mesatarës, është fe e cila e predikon edhe kërkon prej tharëve të vetë edhe pasuesve të vetë, do të thotë që ti përmbahen mesatarës. Andaj çfarëdo ekstremi në Islam është i përbuzur, i nënçmuar edhe i flakun si i ktill, do të thotë është i papranuar. Mirë po, dikush me qëllim të keq edhe me tendenca, do thotë kanë dashur profilin e dikujt që sot është i padëshirueshëm në shoqërinë njerëzore ta paraqesin nëpërmjet çka? Nëpërmjet përmbajtjes, nëpërmjet principialitetit të dikujt i cili i përmbahet rregullave të Allahut subhanahu wa taala, dhe thuhet se edhe bëhet më gjesh se kur ta shish një djalë i cili duket kështu e kështu, apo një vajzë e cila është veshur kështu e kështu, atëherë ta dish se ai është ekstremist edhe idetë e tija janë ekstremiste, ndërsa në Islam nuk ka asgjë ekstreme. Prandaj nëse ti i përmbahesh Islamit ashtu si duhet, edhe vishesh ashtu si kërkon Allahu subhanahu wa taala prej teje, s'ka dyshim se një gjë e tillë nuk ka mundësi me qenë ekstremizëm. Atëherë pse hijabi me qenë kaq me rëndësi edhe kaq me peshë? Për arsye se nëpërmjet pranimit të femrës muslimane që të vishet edhe duket ashtu si kërkon prej saj Allahu subhanahu wa taala, ajo edhe me pamjen e saj, edhe me veshjen e saj, po proklamon një gjë shumë me rëndësi. Ajo gjë është ajo për cilën ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya dhaqa ta'am al iman." Ai person i cili është i kënaqur që Allahu të jetë Zoti i tij, edhe Islami të jetë feja e tij, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari i tij, ai e ka gjetë edhe e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Do të thonë e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Si ka mundësi njeriu me qenë
i kënaqur që Allahu të jetë robi, që Allahu të jetë Zoti i tij, ky të jetë robi i Allahut azza wa jall. Vetëm nëse atë e zbaton jetën e tij. Qysh? Do thon Allahun me e konsideru Rab, Zot. Do thon ti duhesh me ju përul atij, me ju nënshtru atij edhe me e shpreh përuljen tënde maksimale ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe një femër muslimane, e cila sot vishet ashtu si kërkon prej saj Allahu subhanahu wa taala, edhe mbulohet ashtu si e mëson Islami, s'ka dyshim se ajo përveç tjerash edhe me pamjen e saj, me veshjen e saj, me hijabin e saj, ka treguar se me të vërtet un jam e kënaqur që Allahu të jetë Zoti im, Islami të jetë feja ime dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari im. Kjo me të vërtet do të thonë është një deklarat pa fjalë, e cila flet shumë edhe pas cilës nuk ka nevojë do të thotë që njeriu të shprehet me fjalë, për arsye se vepra edhe pamja edhe veshja flet vet. E në këtë mënyrë njeriu ka mundësi me e shiju ëmbëlsinë e imanit, pasi që e ka shpreh me të vërtet edhe me vepra, edhe me pamje, edhe me ibadet, edhe me çdo gjë, atë se Allahu subhanahu wa taala është Zoti, feja është Islami, ndërsa i dërguari i tij apo i saj është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë njerëz sot të cilët ndoshta edhe nga radhët e muslimanëve, mirë po janë rreshtuar, janë renditur dhe janë mobilizuar në radhë të gabuara në ushtrinë e iblisit, shejtanit, edhe janë bërë bashkëpunëtorë të tij, edhe fillojnë të flasin kundër disa gjanave të cilat në Islam janë me bazë, janë parimore, në mesin e tyre është edhe hijabi, edhe mundohet do të thonë që në emër të Islamit ti luftoj disa gjana të cilat janë islame. Ne sot hasim shumë prej muslimanëve të cilët thonë krejt në rregull, e dim se Islami është feja më e mirë, më përparimtare, më kështu me radhë, mirë po mduket se Islami ja ka cungu femrës lirin, përderisa e ka urdhëruar do të thotë që ajo të mbulohet. Një gjë e këtilla është shumë e rrezikshme. Do thonë njeriu i duket se kur e shpreh një fjalë apo një fjali, i duket se kur gjë s'po flet, do thonë nuk është ajo një gjë shumë e rëndë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka thonë wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ju e llogaritni atë se është shumë e lehtë, mirë po te Allahu azza wa jalla ajo është shumë e madhe dhe shumë e peshë. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ndodh që njeriu e flet një fjalë të cilës nuk ja vë veshin. Thonë e flet një fjalë që absolutisht si duket se është ndonjë fjalë me rëndësi dhe me peshë, mirë po çaja fjalë mundet me u bë shkaktar që ai të hudhet në xhenem 70 vite të poshtë. Do thon pas ka mundsi njeriu me fol edhe fjalë të këtilla. Andaj duhet me pas kujdes ne si musliman, po me autorek vretjen edhe gjithë atyre muslimanëve me të cilët kemi kontakt, e tu themi se të folësh kundër çka do të qoftë prej parimeve islame, qoftë edhe themi kushtimisht me qëllim të mirë, se nganjëherë ata, jo nganjëherë, po shumë herë e shprehin se ne kemi qëllimin e mirë po na duket se nuk është normale që në kohën e sotme, në shekullin e atomit, në shekullin e përparimit, në shekullin 21, që femra të mbulohet edhe të vishet sikur se janë vesh gratë para 14 apo 15 shekujve. E njerëzve të këtill, në thojza kaq dashamir të mëdhej të Islamit, ne u themi se një fjalë e këtill do thotë mundet me qenë shumë e rrezikshme, saqë njeriu mundet ta largojë edhe nga besimi. Për arsye se nëse njeriu thret në zbulim, do thonë thret në të kundërtën e hijabit, në të kundërtën e vlerave, mirë po thret në të kundërtën e saj, ai nëse e konsideron se kjo është më mirë se sa mbulesa, atëherë ai ka dalë prej imanit, do thonë zemra e tij është privu prej besimit te Allahu subhanahu wa taala, edhe atë për disa arsye. Arsyeja e parë është se ka ardhur në kundërshtim të plotë edhe të haptë me librin e Allahut subhanahu wa taala, ku Allah azza wa jalla thot ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. O ti dërguar, urdhroi gratë tua, vajzat tua edhe gratë e besimtarëve që të mbulohen. Andaj Allah azza wa jalla po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam urdhroi të mbulohen, ndërsa ky po i urdhëron që të zbulohen. Kjo padyshim se është kundërshtim i haptë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu aspekti i dytë pse njeriu kalon në mosbesim me këto gjana është për arsye se ai bëhet prej atyre propaganduesve të përhapjes së të keqes, të ligës, të shëmtuarës edhe amorales në mesin e muslimanëve, ndërsa Allahu subhanahu wa taala ka thonë
innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladhina amanu fabashshirhu bi'adhabin alim. Ata të cilët dëshirojnë edhe dojnë që e shëmtuara dhe e liga, e keqja, e pamoralshmja të përhapet në mesin e besimtarëve, atëherë thot ata përgëzoi me një dënim të dhëmshëm. Sa ka sot prej të atillëve, të cilët i thojnë veti musliman, ndërsa në një apo në mënyrën tjetër kontribuojnë që amoraliteti, paturpsia, e liga të përhapet mesin e muslimanëve. Do të thonë të këtill ka shumë, qoftë nëpërmjet reklamave të ndryshme, qoftë nëpërmjet tregtisë, qoftë nëpërmjet aktivitete të ndryshme, çfarë do të qofshin ato, me të vërtetë do të thotë këto janë ndikime shumë negative, të cilat do thonë të cilat njeriu ka mundësi që ta quajë veten musliman apo ta llogarisë veten musliman, ndërsa njëkohësisht të punojë kundër islamit edhe kundër vlerave islame. Për ta ilustruar se çfarë vlere edhe çfarë rëndësie i ka dhënë Islami femrës, do ta përmendë një fjalë të Imam Malikut rahmetullahi alayhi. Imam Maliku, një dietar i madh, një prej imamëve të Islamit, ai ka thonë, kur ta ndëgjojsh dikend se po e shan Ebu Bekrin edhe Omerin, do thonë Ebu Bekri dhe Omeri janë kush? Janë sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ata në Islam kanë vlerë edhe peshë shumë të madhe për shkak të kontributit që i kanë dhënë Islamit. Andaj Imam Maliku thot, kush e shan Ebu Bekrin edhe Omerin, ai njeriu duhet me u kap, me u lidh edhe me u rreh, do thonë me rreh derisa të bëj teube, edhe të shpall se nuk do ta përsëris më atë gabim. Ndërsa thot ai i cili e shan Aishën radhiyallahu anha, ani pse kontributi e Ebu Bekrit edhe i Omerit në Islam është shumë më i madh se sa kontributi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, thot ndërsa ai i cili e shan Aishën radhiyallahu anha, thot ai nga ana e pushtetit normalisht duhet t'i hiqet koka, do thonë duhet të ekzekutohet më vdekje, për arsye se Allahu azza wa jall kur e ka përmend në surën An-Nur atë ngjarjen e shpifjes kundër Aishës radhiyallahu anha, për cilën kemi fol këtu para disa javëve, ka thonë ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin, dhe Allahu ju këshillon që të mos e përsëritni kurrë më këtë gabim nëse jeni besimtar. Andaj thot njeriu i cili e shan Aishën radhiyallahu anha, e pas kësaj këshillit të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, e automatikisht me veprën e vet po tregon se ai nuk është prej besimtarëve, për arsye se të folurit keq për Aishën radhiyallahu anha është një kundërshtim i hapt i Kuranit, i librit të Allahut subhanahu wa taala, nga ana e atij që e praktikon një gjatë këtill. Andaj hijabi padyshim se është një prej parimeve themelore islame, edhe është një prej simboleve, do thonë është një prej simboleve nëpërmjet të cilave njihet Islami edhe dihet Islami. Njeriu ku do të qoftë me shku, qoftë edhe në një mes ku nuk ka musliman, vetëm me e pa një femër të mbuluar sipas mënyrës islame, automatikisht ka me e ditë se ajo është muslimane, ani pse ka edhe njerëz të tjerë, edhe gra të tjera, të cilat mbulohen gati, sikur se gratë muslimane, sikur se janë për shembull tek krishterët motrat e nderit, megjithatë mbulesa islame dallon, edhe ajo është bën një prej simboleve islame, sikur se ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayh, ka thonë se mbulesa edhe praktikimi i mbulesës është rrugë e besimtarëve, do thonë është rrugë edhe traditë e besimtarëve, edhe thotë, do thonë kjo është bë traditë e besimtarëve prej kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e deri në kohët e sotme, kur ka fol ai, po unë e them edhe deri në kohët tona, do të vazhdoj të jetë kështu, thot për arsye se ka qenë rregull që femra muslimane e cila është e lirë, do thonë nuk është robresh, të mbulohet, ndërsa robresha e ka pas lejuar të del e pambuluar për të dalluar prej femrës së lirë edhe fisnike. Po njëkohësisht edhe femra muslimane është mbulu për të dalluar prej femrave jo besimtare. Kemi nevojë që t'i trajtojmë edhe disa gjëra të cilat fatkeqësisht janë përhapur në kohën tonë edhe në shoqëritë tona nëpërmjet disa dilemave, disa dyshimeve të cilat njerëzit kanë filluar që
do thonë t'i plasojnë ato, e fatkeqësisht edhe nga vetë mesi i muslimanëve po ka mjaft të atill të cilët po kanë prirje me i absorbu këto dyshime edhe këto dezinformata edhe këto propaganda gjithsesi anti-islame. Andaj kur është në pyetje hijabi, ne e dim se në raste të ndryshme kur po paraqitet në një institucion në një femër muslimane me mbulesë, po e shohim se sa pluni po çohet, edhe sa zhurma po bëhet, edhe sa po punojnë, do të thotë njerëzit që nëpërmjet mjeteve të informimit, e mediave e të tjerave, që ata të flasin, do të thonë kundër kësaj dukurie, duke u mundu që ato gjithsesi ta paraqesin si dukuri negative. Andaj, duke u nisë nga kjo, ne e shohim se çarçeve të ndryshme dhe njerëzve të ndryshëm po ju pengon një gjë e tillë. Apo themi se hijabi gjithsesi është adresë e pastërtisë shpirtërore edhe morale. Do të thonë, nuk ka mundësi që thuhet se hijabi është për shembull simbol i femrave të lehta, i femrave lavire ose të pamoralshme apo kështu me radhë. Kurse si jo, edhe kjo kur gjatë historisë nuk ka ndodhur. Për arsye se njeriu kur don me plasu diçka në treg, ai duhet me reklamu atë. Do thonë tregtari kur del me shit pem, do thonë i merr ato më të mira çka i ka dhe i çet i ekspozon që t'i shohin njerëzit të afrohen të blejnë. Edhe ato femra të cilat dojnë me e shit moralin e vet, ato eksponojnë, do të thonë, trupin e tyre, edhe as se si s'ka mundësi, do të thonë, që mbulesa me qenë simbol i papastërtisë morale. Pra, mbulesa është simbol i pastërtisë morale, mirë, po kjo dikujt po i pengon. Do thonë, kjo dikujt po i pengon pastërtia shpirtërore, i pengon morali, i pengon deri, për çfarë arsye? Për arsye se ata po dojnë me i plasu edhe me i qit, do thonë që të përhapen disa vlera, të ashtu quajtura vlera sipas standardeve të tyre, e jo vlera cilat gjithmonë gjatë historisë kanë qenë vlera edhe kanë qenë gjana pozitive. Andaj ne si musliman duhet t'i kuptojmë këto gjana, duhet t'i kuptojmë këto kurtha cilat po i thurin armiqtë e islamit, edhe ta ngrisim zanin, do të thonë kudo që të na jepet mundësia që t'i mbrojmë vlerat islame e më e rëndësishmja, e cila duhet të mbrohet edhe do të mbrohet tani për tani, padyshim se është hijabi apo mbulesa e femrës muslimane. Kur e kalojmë këto, atëherë hasim nganjëherë te njerëzit, fatkeqësisht edhe te njerëz që do të thonë edhe falin namaz kanë rënë në propagandën e jo muslimanëve, edhe atyre të cilët kanë qëndrim armiqësor ndaj islamit, edhe fillojnë të thonë për shembull një gjë që shumë shpesh e dëgjojmë, sigurisht është ajo se të mbuluarat apo ato që e praktikojnë hijabin, një gjë të tillë e bojnë për kompenzim material, respektivisht e bojnë për parë. Edhe kjo me të vërtetë është përhap çat shumë për arsye të një mendjelehtësie e cila fatkeqësisht dominon te populli ynë. Ndërsa neve të gjithë e dimë se një gjë e tillë është e pavërtetë edhe këto nuk ka arrit ta argumentoj kërkush një dezinformat të tillë, për arsye se nuk ka mundësi të argumentohet pasi që një gjë e tillë nuk qëndron. Mirë po, unë shumë shpesh ju them njerëzve, sikur të kishte qenë kështu, atëherë ne e dimë se ne si musliman, si robër të Allahut Azza wa Jall, si njerëz të devotshëm, do thonë edhe mashkull edhe femra, jemi njerëz që jemi mundu t'i pastrojmë zemrat tona dhe shpirtat tonë prej materializmit, prej animit të tepërt ka materia, ka paret. Sikur ti ishte kështu, atëherë neve nuk do të na vinte radha që të mirnim pare, qoftë femrat tona, motrat tona për mbulesë, apo ne për namaz, apo për pamje, para atyre të tjerëve të cilët nuk i robrojnë Allahut Azza wa Jall, po i robrojnë materjes. Ata do të shkonin edhe do të pritnin radhë para neve për ta marrë, do të thotë, një pagë, edhe do të ishin në gjendje, do të thonë, se çfarë do të banin. Do të thonë, kur një femër e pamoralshme është në gjendje me e shit trupin e vet për parë, atëherë ajo edhe mbulesën do ta veshte për parë. Mirë, po një gjë e tillë, do të thotë, nuk qëndron. Përfundimi i kësaj, do të thonë, i asaj çka është fol javën e kalume, edhe i kësaj që u fol sot, është se një femër muslimane e cila vendos që sot në një kohë të fitness, në një kohë të largimit masovik të njerëzve nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, në një kohë kur shejtanët
janë dalë në për rrugë të ndryshme edhe thrasin, vazhdimisht thrasin edhe e lehtësojnë arritjen deri tek ata, edhe deri tek thirrjet e tyre. Në këtë kohë kur një i ri apo një e re vendos që të orientohet ka rruga e Allahut subhanahu wa taala, ti praktikoj mësimet e Allahut, edhe të deklaroj me veprën e vet, para fjalëve të tia, se ai apo ajo është i kënaqur që Allahu të jetë Zoti i saj, që Islami të jetë feja e saj, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari i saj, atëherë s'ka dyshim se kjo me të vërtetë është një sakrificë e madhe, është një xhihad i madh, është një gatishmëri e madhe që njeriu të shpreh në këtë kohë të fitness se unë me të vërtetë dua t'i robroj Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është një siharit shumë i madh për edhe për ata djem, po edhe për ato vajza. Do thonë një motër muslimane sot, e cila pranon me e vesh hijabin, edhe në atë mënyrë me u paraqit në rrugë, edhe me u paraqit në rrethin ku jeton, me të vërtetë kjo është një argument për një iman shumë të fortë të saj. Për çfarë arsye? Për arsye se krejt rrethi, krejt ambienti, krejt shoqëria, çdo gjë që na rrethon është kundër asaj. Do thonë është kundër adhurimit të Allahut azza wa jall. Edhe çdo gjë që na rrethon vetëm se i lehtëson rrugët ka fesadi edhe ka e keqja, ndërsa i vështirëson njëkohësisht rrugët ka e mira edhe ka afrimi ka Allahu subhanahu wa taala. Andaj unë e kam një porosi, një mesazh për motrat muslimane. Asesi mos e ndini veten të dobta. Asesi mos e ndini veten të nënçmuara. Përkundrazi ndjeni veten krenare, për arsye se në mesin e gjithë këtyre njerëzve, të cilët bredhin edhe lajthisin nga një rrugë e errët në një rrugë të errët tjetër, nga një epsh në epshin tjetër, nga një errësirë në errësirën tjetër, pikërisht ty Allahu azza wa jall të ka dashur edhe të ka zgjedh që ti të jesh ajo e udhëzuara, ajo e cila e praktikon mësimin e Allahut subhanahu wa taala, ajo e cila kur paraqitet në rrugë, vallahi je sikurse një pishtar ndriçues, sikurse në një errësirë të madhe paraqitet dikush me një dritë. Zatën i sheh njeriu shikimet e njerëzve se si drejtohen ka një musliman apo muslimane posa të paraqitet në rrugë. Dikush ndoshta e shiqon me urrëtie, dikush ndoshta e shiqon me nënçmim. Mirë, po ka edhe të atill, e ata sigurisht nuk janë të pakt që dikush e shiqon me admirim, e dikush e shiqon me huti se nuk din se çka është kjo punë kështu, a thua është mirë apo jo. Andaj neve do t'ja përkujtojmë vetes një fjalë të Allahut azza wa jall, në cilën Allahu thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin", dhe asesi mos e ndini veten të dobët, edhe asesi mos u piklloni se vallahi ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Do thonë nëse jeni besimtar, ju jeni më të lartit, ju jeni më përparimtarët, andaj ne si musliman, do thonë duhet të mburremi edhe të jemi mirënjohës Allahut azza wa jall, që Allahu na ka zgjedh në mesin e gjithë këtyre njerëzve që ne të jemi bartës të fjalës së Allahut, ne të jemi praktikues të udhëzimeve të Allahut azza wa jall, se sikur të mos na mëshironte Allahu dhe të mos na zgjidhte mu neve Allahu azza wa jall, ndoshta ndonjëri prej neve do ta gjente veten në humnerat e lajthitjes, në mesin e drogës, alkoolit, prostitucionit e tjerave që janë gjithsesi e do thonë të këqija. Mirë, po Allahu na ka mëshiruar dhe na ka zgjedh, andaj duhet të jemi mirënjohës Allahut azza wa jall. Të tjerët që nuk janë sikur ne, t'i shiqojmë me sytë e dhembjes, le të na dhimbën me sytë e mëshirës, t'i mëshirojmë edhe të bëjmë dua që Allahu azza wa jall edhe ata t'i udhëzojë sikurse na ka udhëzuar neve. Me kaq e përfundojmë këtë duke kërkuar falje nga Allahu subhanahu wa taala për rrshitjet e gjuhëve tona, për aty ku ja kemi qellu, fajtori jemi ne edhe shejtani, ndërsa aty ku ja kemi qellu, merita i takon Allahu subhanahu wa taala, andaj atij i takon falënderimi në fillim edhe në fund.